Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Jeni duke përjetuar një fazë harmonie mes mendjes dhe zemrës, falyjeve që janë vërtet të favorshëm, veçanërisht për ata me ambicie të mëdha dhe për ata që kanë dëshirën dhe vullnetin për t'ia dalë. Duhet të përpiqeni të jeni më tolerant dhe spontan në çift. Kjo do të ndihmojë të kaloni një fundjavë në harmoni të plotë me partnerin. Demi. Tani ju duhet të planifikoni jetën tuaj në detaje për të kuptuar se në cilën rrugë doni të shkoni dhe çfarë të bëni me të ardhmen tuaj. Nëse vërtet dëshironi të përparoni dhe të rriteni profesionalisht, është mirë të peshoni me kujdes të mirat dhe të këqijat e çdo situate, duke shmangur neglizhencën e detajeve. Binjakët. Do të duhet përpiqeni të përshtateni dhe me ato rrethana negative që mund t'ju ndodhen. Nëse ka dikush që po përpiqet t'ju vendos shkopi në rrota ose që po përpiqet të ngadalsojë planet tuaja, do të ishte mirë të injoroni dhe të vijoni me planet tuaja. Gaforia. Fal krijimtarisë dhe intuitës suaj, mund të keni disa ide brillante në punë që do të ndihmojnë të dilni edhe me çështje komplekse. Mundoni të dëgjoni dhe të jeni më të kuptueshëm me partnerin tuaj. Pushimet e pashkve do të jenë gjithashtu një kohë e mirë për të sqaruar disa keqkuptime. Luani. Po vjen një ditë shumë dinamike që do të ndihmojë të përballeni më mirë me disa sfida vërtet të vështira profesionale. Nëse kohët e fundit keni pasur disa keqkuptime me të dashurin tuaj, përpiquni të jeni më të kuptueshëm dhe të mos jeni kokfort për pozicionet tuaja. Virgjeresha. Do të tregojeni të denjë nëse dikush ju beson një detyrë të rëndësishme. Sot do të jetë një ditë vërtet e rëndësishme për ata që duhet të shfaqin talentin e tyre ose për ata që kanë përgjegjësi të rëndësishme mbi supet e tyre. Mundohuni të mos jeni tepër kritik ndaj partnerit tuaj. Peshoria. Fal punës së mirë ekipore, mund të merrni rezultate të kënaqshme në punë. Në dashuri do t'ju duhet pak qartësi me partnerin. Nuk duhet të keni frikë të zbuloni atë që keni në zemër dhe të shprehni pak kënaqësinë tuaj nëse diçka nuk ka shkuar ashtu siç prisnit. Akrepi. Përkushtimi juaj në realizimin e projekteve që keni në mendje është vërtet i lavdërueshëm dhe do të vlerësohet edhe nga njerëzit përreth jush. Falguximi dhe vendosmërisë suaj do të jeni në gjendje të arrini suksese të mëdha edhe jashtë fushës suaj profesionale. Shigjetari. Nuk duhet të keni frikë nëse duhet të përballeni me sfida të reja ose nëse jeni të detyruar të ndiqni një kurs rifreskimi për të rivlerësuar profesionalizmin tuaj. Fazat ku dëshironi të jeni vetëm mund të pasohen nga faza ku dëshironi të keni partneri në krah, Bricjapi. Do gjeni një farë stabiliteti edhe në nivel emocional sot pas një periudhe mjaft të stuhishme. Yjet do t'ju bëjnë edhe më tolerant ndaj atyre njerëzve që ju kanë penguar në të kaluarën. Mundoni të kaloni më shumë kohë me familjen tuaj. Ujori. Sot keni një dëshirë të fortë për pavarësi dhe autonomi, por kjo nuk është gjithmonë e mundur. Veçanërisht nëse jeni në një lidhje romantike, partneri do të kërkojë afrimitetin tuaj dhe ju nuk do mund të thoni jo. Peshqit. Shpërblen mbi të gjitha ata që janë më të guzimshëm dhe nuk kanë frikë të rrezikojnë. Për të kthyer në lojë, disa mund të tundohen nga ideja për të lëvizur ose për të bërë zgjedhje që do të revolucionarizojnë jetën e tyre. Horoskopi në Top Albania Radio.